Unë jam Zyshi Uli, mësuese e gjuhës shqipe prej 10 vitesh në shkollën 9 vjeçare yzberisht dhe në profesion si mësuese prej 20 vitesh. Eksperienca ime në mësimdhënie mbart mbresa, mbart kujtime, mbart emocione, mbart momente shumë të bukura dhe kënaqësia më e madhe imja është suksesi i nxënësit. Është një trekëndësh që duhet të jetë tepër funksional, siç është prindër, nxënës dhe staf. Fëmijët, nëse nuk gjejnë mbështetjen, motivimin, nxitjen në dy institucionet kryesore, siç janë familja dhe shkolla, janë të dyja institucione, atëherë e kanë pak të vështirë të gjejnë vetveten. Shpesh ka prindër që më pyesin, po shiko, na jep në një ide, në një këshill, se çfarë duhet të bëjmë më tepër neve që t'i nxisim fëmijët. Do të thosha e para të jeni aty për ta. Fizikisht, shpirtërisht, moralisht, emocionalisht, pa i krahasuar. Gabimi më i madh që bëjmë ne si prindër, përfshjeta mua, është krahasimi. Shiko se ne në kohën tonë, ne bënim punë, ne bënim këtë. Dakor, po ne nuk jemi duke u bërë histori, ne mund të themi vlerat të transmetojmë dhe të trashëgojmë vlerat e kohës në të cilat kemi jetuar, patjetër që po, të theksojmë rregullat, po kjo bëhet nëpërmjet një disipline pozitive, nuk bëhet duke ndëshkuar. Kemi plot nxënës që janë histori suksesi. Kemi plot prindër që janë të interesuar. Pra prindërit duhet të jenë më prezent, sa ndodh që në disa mbledhje që ne bëjmë si staf pedagogjik, jo të gjithë prindrit janë prezent. Ne nuk i bëjmë ato mbledhjet për t'u treguar që fëmia jot ka marrë 10 në gjuhë, apo më falni ka marrë një notë tjetër, jo të mirë në një lëndë tjetër. Ne i bëjmë ato takime, jo më mbledhje, i bëjmë ato takime diskutimi që të shohim çfarë vështirësish hasën fëmijët, çfarë problemesh hasën këta fëmijët tanë gjatë kohës, për çfarë kanë nevojë për ndihmë, se rezultatet që hidhen në SMIP janë të aksesueshme nga prindërit. Thoshta këtu nuk mos të rishim fare, por duke bërë një analizë të thelluar, ne nxjerrim ato pikat e dobta dhe mbi to pastaj ndërtojmë pikat e forta të suksesit për më mbrapa.